Po përkthej nga video e Majogu Babaxhit, Majogu Babaxhi, ose njihet si jogu i përhershëm, ndalo frymarrjen. Kjo aftësi 1 minutëshe është 1000 herë më e fuqishme se frymarrja normale, thot Babaxhi. I dashur dielli dritës, të ftoj të vish me mua në një mbretëri ku frymarrja nuk është më frymarrje, ku jeta nuk varet më nga hajri dhe ku heshtja bëhet burimi të gjithë gjërave. Që kur ke lindur, ke marrë frymë brenda dhe jashtë, mendon se kjo është një shenjë jete, por unë të them se është vetëm një pasqyrim i jetës dhe jo vetë jeta. Ti merr frymë me mushkri, por shpirti yt nuk ka nevojë për mushkri për të mbijetuar. Ti merr frymë ajër, por shpirti yt jeton me energjinë e Zotit. Njerëzit besojnë se nëse ndalojnë së marrin frymë, do vdesin. Por shiko më thellë, sa net ku bie në gjumë të thellë, fryma jote është aq e hollë sa tymi, po thuaj se është dukur, e megjithatë ti je ende gjallë, sepse ka një jetë më të thellë që vepron brenda teje, jo të trupit. Kur të them ndalo së marrë frymë, nuk po flas për ndalimin e trupit tënd nga frymarrja, po flas për ndalimin e mendjes tuaj nga pjesëmarrja në frymarrje. Po flas për ndalimin e identifikimit tuaj me këtë trup, sepse është kapja pas frymarrjes fizike që ju mban të lëvizin në ciklin e lindjes dhe vdekjes. Ju thithni ajër dhe lindni. Ju nxirrni ajrin dhe vdisni. Çdo frymarrje është një cikël i vogël lindje dhe vdekje. Ju keni thithur dhe nxjerrë miliona herë në këtë jetë dhe nuk keni ndaluar kur për të parë se midis atyre dy frymarrjeve ka një boshlik, një hapësirë ku të gjitha lindjet dhe vdekjet ndalen përkohësisht. Ai boshlik është porta për jetësisë. Ai boshlik është Zoti në ju. Kur i kushtoni vëmendjen frymarrjes suaj, jeni në botë. Kur e kuptoni boshlikun midis dy frymarrjeve, keni dalë nga bota. Njerëzit e zakonshëm din vetëm si të jetojnë me ritmin e thithjes dhe nxjerrjes. Personi i zgjuar jeton në hapësirën midis dy frymarrjeve, dhe personi i ndriçuar jeton në hapësirën ku nuk ka frymarrje fare, por ka jetë të pafundme. E them këtë që ta kuptoni. Të ndalosh frymarrjen do të thotë të ndalesh brenda vetes. Është momenti kur të lësh në dorë nga gjithçka, të lësh dorë nga gjithçka. Lëshon trupin, lëshon mendimet, lëshon personin, identitetin, egon që po merr frymë. Në atë moment lind për herë të dytë, jo nga barku i nënës, por nga drita e Zotit. Kur të kuptosh këtë, do të shohësh se frymarrja fizike është vetëm një dridhje e vogël në oqeanin e energjisë. Dhe shpirti yt është ai oqean. Hesht. Dëgjoj frymarrjen që hyn dhe del. Pastaj dëgjoj hapësirën midis dy frymarrjeve. Është atje. Atje do më ndjesh, jo në tingull, por në prani. Do kuptosh se jeta e vërtet nuk ka frymarrje, vetëm dritë, urtësi, praktik. 1 minutë ndalesë për frymarrjen si të hapësh portën drejt pafundësisë. Tani fëmijë të dritës, do të tregoj rrugën më të shkurtër për të kthyer te Zoti brenda teje, dhe kjo zgjat vetëm 1 minutë. 1 minutë që nuk kërkon ritual, asnjë shkrim të shenjtë, asnjë përgatitje, vetëm praninë tënde të plot, asnjë fe, asnjë lutje. Nuk ka nevojë të kërkosh asgjë tjetër, sepse të gjithë portat e shenjta janë tashmë në frymarrjen tënde. Kur të ndalesh në mënyrën e dur, pikërisht në atë moment, universi hapet brenda teje, jo me zë, jo me mendim, por me heshtje absolute, kur i lind në dritë. Hapi i parë, një frymarrjen tënde, pa kontroll, ulu, qetë, me shpinën drejt, supët e relaksuara, vendos duart në gjunjë sikur mban botën në krah, por të liruara. Mbyll syt, mos bëj asgjë, thjesht vëzhgo frymarrjen. Frymarrje natyrale të butë të lehtë si një flutur që përshket përmes një petali luleje. Mos u përpiq të thithësh më thellë, mos u përpiq të përshtatesh, mos bëj asgjë për të ndryshuar frymarrjen.
Thjesht vrojtoje frymarrjen që po ndodh. Ndjeje, nuk jam unë që marr frym, është jeta që merr frym përmes meje. Në këtë pikë, diçka delikate fillon të ndodh. Në momentin që ndaloni së ndërhyri, frymarrja bëhet më delikate, më e ngadalt, më sublime, më e lehtë, sikur vetë universi të merrte frym përmes trupit tuaj. Frymarrja nuk është më vetëm një rrjedhje ajri, po bëhet një rrjedhje energjie, prana që lëviz përgjatë boshtit të kundalinit, dhe është kështu që filloni të largoheni nga trupi fizik. Ai që merr frym nuk jeni më ju. Ai që vëzhgon frymarrjen është shpirti i vërtet brenda jush. Duke kuptuar këtë, ju keni filluar udhëtimin e largimit nga trupi fizik. Ju nuk jeni më të kufizuar me frymarrjen tuaj brenda dhe jashtë. Marrje dhe nxjerrje. Ju bëni dëshmitar i jetës që vepron më vete. Hapi syt, njihni hapësirën midis dy frymarrjeve. Midis dy frymarrjeve, hyrëse dhe dalse, ka një pauzë shumë delikate, ku ajo ndalon së lëvizuri dhe bota ndalon së rrotulluari, së vepruari. Ajo pauzë është aq e vogël sa mendja nuk e vëren, por aq e gjerë sa përmban të gjitha. Universin dua që ta njihni atë pauzë. Përmban të gjithë universin, dua që ta njihni atë pauzë. Mos u përpiqni ta zgjasni atë, mos ndërhy. Thjesht vëzhgohet ndërsa vjen, ja ku është. Nuk ka thithje, as nxjerrje, as lindje, as vdekje. Ka vetëm eshjet e përjetshme. Kjo është porta e parë e iluminizmit. Njeriu i zakonshëm merr frymë e mira herë në ditë, pa hyrë kurrë në këtë portë. Ata jetojnë vetëm në skajt, në thith dhe nxjerr frymë. Po personi i zgjuar jeton në mes, ku zhduket çdo lëvizje dhe shfaqet jeta e pastër. Në momentin që prekni boshlllikun midis dy frymarrjeve, ju prekni shpirtin e Zotit. Atje ai banon në ju. Ju jo në qiell, jo në librin e shenjtë, por në heshtjen midis dy frymarrjeve tuaja. Hapi i tretë. Lëshoni dhe vëzhguesin. Tani, kur jeni bërë vëzhgues, lëshoni të vëzhguesin. Ky është kërcimi i madh shpirtëror. Kërcimi nga unë jam i vetëdijshëm në vetëm vetëdijen që ekziston. Pra, kur rritet pauza, je vrojtuesi i kësaj pauzës. Tash i heq dorë nga vrojtuesi dhe njësohesh me vetëdijen, me atë që është. Nuk ka askush që shikon, nuk ka askush që merr frymë, nuk ka askush që ekziston si individ. Ekziston vetëm prania e pastër, e heshur, e plotë, e gjerë. Nuk thith, nuk nxjerr. Por është burimi çdo frymarrje, vetëdia pra. Nëse mendja juaj fillon të ketë frikë, dijeni se është një shenjë shpërbërje e mendjes. Kjo frikë nuk është reale, është jona e fundit e egos që panikohet, friksohet sepse e di se është gati të zhduket. Përqafore atë frikë me dritën e dashurisë. Mos i rezistoni. Le të shkrihet si mjegulla në det. Pastaj frymarrja jote ndalet natyrisht pa u detyruar, pa përpjekje, dhe në ata pauzë një energji hyjnore zgjohet, ndodh një mrekulli. Në këtë moment do të ndjesh një rrjedhje energjie të pastër në të gjithë trupin tënd. Mund të jetë një shkëlqim i ngrohtë që përhapet poshtë shpinës tënde, mund të jetë një dridhje e butë në zemrën tënde, mund të jetë një dritë që ngrihet në kokën tënde, sikur një diell i vogël po ngrihet brenda teje. Kjo është prana, fryma e Zotit, forca e përjetshme e jetës. Kur ndalon së marrë frymë, nuk humbe energji. Hapesh ndaj një burimi të pafundë energjie. Prana rrjedh në çdo qelizë, duke pastruar të gjithë toksinat, duke shliruar të gjithë tensionin dhe duke rigjeneruar trupin tënd në nivelin atomik. Mendja bëhet aq e qartë sa një liqen në mëngjes. Emocionet të rënda, frika, tërshtrimi, zëmrimi, dyshimi avullohen si tymi oll. Vetëm qartësia, paqja dhe një gëzim i lehtë pa shkak mbeten. Mund ta quajni lumturi, por në fakt është gjendje natyrale e shpirtit tuaj. Thjesht e keni haruar për kaq kohë. Kur ndaloni së marrni frymë,
nuk bëni asgjë, por Zoti fillon të bëj gjithçka përmes jush. Ju bëni një kanal energjie hyjnore, ju ndaloni së marrni frymë, Zoti me frymë brenda jush. Kjo aftësi është 1000 herë më e fuqishme se frymarrja normale. Frymarrja normale thith vetëm energji fizike, oksigjen. Pra në nivel të ulët, po kur hyni në pauzë, ju të kaloni nivelin e hajrit, hyni në nivelin e energjisë hyjnore. Ky është ndryshimi midis njerëzve që jetojnë me trup dhe njerëzit që jetojnë me shpirt. Njerëzit e zakonshëm marrin frymë ajër për të jetuar. Njerëzit e zgjuar të ndriçuar marrin energji, dritë për të jetuar. Njerëzit e ndriçuar janë ajo energji drite. Kur ndaloni së marrni frymë, ju shkëputeni nga niveli fizik dhe lidheni drejt për drejt me fushën e energjisë së Zotit. Kjo rrjedhë energjie nuk ka nevojë për mushkëri për ta thithur. Ajo shkon direkt në trupin shpirtëror, duke ushqyer zemrën, trurin, qelizën dhe duke zgjuar kodin e shenjtë të ADN-s që njerëzimi e ka harruar. Po ju them, 1 minutë pauzë e dur frymari është ekuivalente me orë të tëra meditimi të thellë. Sepse në ato moment, të gjithë kufizimet fizike zhduken dhe hyjnë në nivelin origjinal të vetëdijes universit. Meditimi i frymarrjes së dritës, siç udhëzohet nga Mahavatar Babaji, ishte ky pra. Pra është meditimi i frymarrjes së dritës, siç udhëzohet nga Mahavatar Babaji, Mahayogi Babaji. Fëmijët e dritës, para se të filloni, ulu buzësisht, nuk ka nevojë për qëndrim të përsosur, thjesht lërini trupin tuaj të jetë i qetë. Si një gjethe që sapo ka rënë në një liqen të qetë, vendosni dorën në zemër, ndjeni rajën e saj. Çdo raje është një thirrje nga Zoti që po shpërit. Unë jam këtu, brenda jush. Kështu hynë në hapësirën e shenjtë, mbylli syt, bota e jashtme vazhdon të lëviz, por ju të rriqeni brenda, ku nuk ka zhurmë, ku përhapet vetëm dritë e butë. Ndjej tingut përreth jush i fillojnë të zbehen, trupi juaj bëhet më i lehtë, mendja juaj qetësohet gradualisht. E tëra që mbetet është prana, prania. Ashtu si agimi që lind mbi maret e larta, ti fillon të hapësh derën që energjia e Babajit të rrjedhë në shpirtin tënd. Mos bëj asgjë, thjesht lejo. Së dyti, i vetëdijshëm për frymarrjen tënde, mos e kontrollo. Tani të riq vëmendjen tënde te frymarrja jote, mos u përpiq, mos u përshtat. Thjesht i vetëdijshëm, thith aq butësisht sikur merre frymën në dritën e mëngjesit. Nxirre frymën aq butësisht sa hera që kalon nëpër petalet e një lotusi. Mos i thuaj vetes po marr frymë. Thjesht dije se frymarrja po ndodh. Nuk ka thithës, nuk ka as frymarrje. Ndjeje, çdo frymarrje që hyn është energjia e Zotit dhe çdo frymarrje që del është e gjithë tensioni që tretet. Së treti, prek boshlllikun midis dy frymarrjeve. Tani, nësa fryma hyn dhe del, i vetëdijshëm për pauzën shumë të vogël midis tyre. Një pauzë e brisht, ku nuk ka as thithje, as nxjerrje. Atje, as lindje, as vdekje, ndalo aty, si një zog në fluturim që pa pritën fluturon në qiell, nuk ka nevojë të provosh. Thjesht dije se është aty, është dera e pafundësisë. Ku koha ndalet, ku fillon përjetësia, sepse lëre vëzhguesit të shërbes në prani. Të shpërbëhet, është edhe vëzhguesi shpërbëhet. U mbet vëzhguesi, u mbet heguja, mbetet vetëm vetdia. Tani në atë eshje, askush nuk po merr frymë. Askush nuk po shikon. Kam vetëm një prani të pastër, të heshtur, të palëvizshme, por të pafundme. Nëse lind frika, buzëqeshi. Është thjesht mendja që ka frikë se mos humbet kontrollin. Lëre të tretë si tymi në dritën e agimit. Dhe pastaj, kur fryma ndalet natyrshëm, mos ndryq, mos ki frikë, i gjallë.
por jo nga oksigjeni, por nga energjia e Zotit që rrjedh në çdo qelizë. 5. Ndjeje energjinë e Zotit që përhapet. Tani ndjeje frymën e jetës që rrjedh poshtë shpinës tënde. Drita ngrohtë, e butë e rrezatuese. Kjo është prana, fryma e shpirtit, lumi i dritës që rrjedh nga qielli në zemër dhe nga zemra në të gjithë universin brenda teje. Nuk po merr frymë, po energjia rrjedh më fort se kur. Çdo qelizë është e larë në dritë të hartë. Çdo mendim është si një pikë vese që tretet në asgjë. Ndjen një jetë tjetër, më të thellë, të pastër, më ynore. Kjo është samadhi. Për 1 minutë ku ti dhe Zoti nuk jeni më të ndarë. 6. Qëndro në eshtje. Tani qëndro në këtë hapësirë. Nuk ka nevojë të marrësh frymë, nuk ka nevojë të llogaritësh kohën. Thjesht qëndro. Qëndro sikur drita qëndron në një qiri. Qëndro sikur hona qëndron në natë. Mos bëj asgjë, mos mendo asgjë, mos dëshiro asgjë. Thjesht hi atje. Ti jesh i vetëdijshëm aty. Në rreth zemrën tënde të shkrihet në këtë eshtje, ku të gjithë pyetjet nuk kanë më nevojë për përgjigje. 7. Ktheu. Sille dritën me një frymë të re. Kur të ndihesh gati, mos i hap sytë ende. Thjesht butësisht lëre frymarin të kthehet. Lëre të vi, lëre të shkojë, si një valë e vogël që kthehet në oqean, si një muzikë e butë që kthehet pas një momenti eshtje. Çdo frymarrje është e ndryshme tash. Është më e qartë, më e lehtë, më e plotë, sepse di që nuk po merr frymë, po Zoti merr frymën në ty. Ndjej bekimin dhe përshpërinë në zemrën tënde. Faleminderit babaxhi, jam kthyer në shtëpi. Babaxhi është emri i nderuar, i inkarnimit i Zotit. Fundi i meditimit, energjia e babaxhit përhapet. Tani hap syt, ngadalë. Drita para teje nuk është më drita e botës, por drita e dashurisë ynore që shkërken përmes syve tua. Gjithçka përreth është e njëjtë, por ti je ndryshe. Ti ke prekur frymën e përjetësisë. Sa që bota të lodh, mbaj mend, ndalo 1 minutë për të ndaluar së marrë frymë dhe ti do të rilindesh në dritën e babaxhit, Mahayogi babaxhit. Kur ndalesh, i gjithë universi ndalet në ty. Kur ti esht, unë marr frymë brenda teje. Mahavatar babaxhi. Përfundimi i mesazhit të babaxhit, fëmijë të dritës, gjithçka që kërkon në jetë, paqja, mençuria, gëzimi dhe dashuria është fshehur midis 2 frymarrjeve të tua. Kur të ndalesh, i gjithë universi ndalet në ty. Kur hesht, e gjithë jeta këndon këngën e saj të shenjtë në zemrën tënde. Mos e kërko Zotin në libër, në tempëj të largët. Ai është në hapësirë midis 2 thithjeve. Midis thithjet e nxjerrjes. Është në atë vend ku nuk duket se ka asgjë. Është në atë vend ku nuk duket se ka asgjë, që fillon gjithçka. Ndalo dhe për 1 minutë çdo ditë. Ndalo çdo mendim, çdo përpjekje, çdo dëshirë, dhe do të shohësh Zoti me frymë brenda teje. Drita jote brenda teje. I gjithë universi po lulëzon nga vetë fryma jote. Kjo është jetë e pavdekshme, sekreti i samadhit, unifikimi me Perëndin, rruga për në shtëpi, ku nuk ke nevojë më për frymë, i e kthyer në përsosmërinë e Zotit, ku nuk ka fillim as fund, vetëm dritë të pafundme dhe dashuri të pandërprerë. Ndalo për një moment dhe do të zbulosh se gjithë universi është ndalur për të më pritur përsëri. Mahavatar babaxhi. Shumë falënderime të madhit Mahavatar babaxhi. Mahayogi i them këtit, më pëlqen ky emri Mahayogi. Respekt e pafund. Amin, amin, amin.